Sadia Veseli nga Prishtina që jeton në Gjermani ka zgjedhur Prevallën për të pushuar, pasi është diagnostikuar me një sëmundje të rëndë në mushkëri. Këtë ambient thot se e ka parë edhe në hartë, ndërsa shpreson të ketë përmirësim. Atje i kom vetë, vëlla Gjermant, se isha edhe në hartë ishkja, të me hanë më ka hanë shka, se mundet me shpas përmirësim. Keqësim s'ka, më përmirësim po. Ta provojna, ta shka me shku me të 22-in, prap me hinë kemë, ta këqyri, apo ndihman dishka e ju. Ajri pastër ujë dhe qetësia u përshtatet sidomos të sëmurve, por Sadia thot se vetë vizitorët nuk po kujdesen për këtë pasuri të rrallë. Pa më këto nuk e banë kërkush të e bëjna vetëna, vetë më ha nuk kanë kujdes, qesin sene, pa lidhje, qështo. Amo klima shumë e mirë, ajri shumë e mirë. Unë kur jam marrë këtë të stani mushkat jem kanë, tash po më duke që ma e ko marrë vetin. E fajin për këtë gjendje, vizitorët e Prevallës e ndajnë bashkë me institucionet. Ka mangësi në këtë drejtim, se së vendit jem të visë për para. Djo ka ma keqë, sëtë ma mirë, në Israel ma mirë. Vizitorët im ledhe, një ashtë mbetorinat atje, ka ditë që 3-4 ditë si marrin edhe grumullohen. Se unë jam jashtë, atje është shumë bajtë. Nuk qesin mbretërina, im ledhin, kështu që këtu, jo bash. Tash nuk mundim na vetëm me akuzu qytetin ose punëtorët e tyne, që çdo kush të ta ma vendin e vetë. Do të ishte më pastër. Shumë më pastër. I kontaktuar nga RTK, menaxheri i ekoregionit Burim Shala thot se mirëmbajtja e Prevallës bëhet 2 herë në javë, por me fillimin e sezonit shkon dhe 3 herë në javë. Përtej saj Shala theksoi se për çdo ditë ka punëtor të këtij institucioni që kujdesen për pastërtinë. Sidoqoftë, menaxhimi i Prevallës ka ngelur mes institucioneve lokale qendrore në investime, ankohen vizitorët.